Mirë mëngjesi, zoti Agim, mirë se rikthesh. Unë ta kam thënë, jo njërë në muaj këtë frekuencën e bisedës, pak më shpesh, por si të dëshironi. Sa mendon ta lëm këtë bisedë? Po mirë, me që ti e ke momentalisht njërë në muaj dhe ka çdo, po e lëm njërë në 2 javë, për shembull, jo më shpesh direkt. Mendimi i mirë është edhe ky juaj. Të dëgjoj me vëmendje. Është mendimi i mirë. Tani këto temat, këto problemet janë shumë imediate të diskutohen. Po i dashur Andi duhet të dalë pak në rast të pak se harrova këtë privat se këtyre uroj një fundjavë të mbarë. Faleminderit, edhe unë të uroj fundjavë të mbarë, por të lutem, unë nuk e pranoj pa më dhënë një mendim për temën e ditës. Nuk ka... Ta jap në fund të lutem. A e ke në fund, okej, dakord. Pa tjetër. Po duhet të dash pak nga rjeshtja se më pëlqeu të dashja nga rjeshtja e Adit Brashtës, më pëlqen dalja nga rjeshtja e Adit. Duhet të dalë edhe un pak. Nuk ka ndonjë problem, apo jo? Dil pak nga rreshtja, s'ka problem fare, dil pak nga rreshtja, patjetër. Andi, duhet të diskutoj pak për referendumin. Një temë që mua më pëlqen. Edhe mua kjo është një temë që më pëlqen. Duhet të flas për referendumin dhe duhet të flas shpejt, nëse se kam dhe një temë tjetër pastaj pas kësaj, duhet të mos zgjatem shumë, duhet e padiskutueshme që duhet të jenë 71 deputet. 71? Jo më shumë se 71 deputet, Andi. Pra nga 120, 71 thoni ju, jo më shumë s'ka... 71 janë shumë, Andi, edhe 71 se të tjerët merren me dashnoret, Andi. Ç'është kjo më zoti Agim? Ta shpjegoj më vonë, të lutem, ndase flasim në bisedë personale bashkë dhe ta shpjegoj shumë bukur. Okej, po. Ndërsa të dytën kisha largimin nga politika urgjent të Sali Berishës, të Ramës edhe të Metës. Duhet largohen nga politika se ndryshe e morën me qafë këtë Shqipëri, e kanë kapur peng. Ças po i bën kësaj Shqipërie. Pika e tretë, lista mos ketë lista të mbyllura kurrë në përzgjedhje, Andi. Po. Të mos ketë lista të mbyllura, të diskutoj, të dëgjosh ndash një socialist apo ndash një demokrat, Framurnokën apo X-in, të bëj politikë kur populli nuk e voton, kjo është skandaloze. Të na japi mend kur nuk e kemi votuar. Më kupton? E vërtet është, e vërtet. Dhe pika e 4 dhe ishte më e rëndësishme, i dashur Andi, në rast se ne nuk vendosim, nuk pyetet Europa para se Europa ka vajtur në fund fare. Në rast se ne, i dashur, nuk vendosim dënimin kapital, kjo duhet gjithë botën qanëm, por në Shqipëri mirë ne shqiptarët, mirë fëmijët tanë, mirë niprat dhe mbesa tona. Duhet patjetër. Pse e them këtë? Si, urdo? Jo, më thuaj se nuk ka ndonjë ngjarje, prandaj them që çtu kujtua se zakonisht kur ka një ngjarje të rëndë i rikthehemi kësaj teme ne. Shqyqyr që s'ka pasur në ngjarje të rëndë. Edhe vjen Gjirokastri një ngjarje skandaloze, edhe ca ditë në Korçë një ngjarje skandaloze. Edhe nëse ke ndjekur ose ai emisioni, jo emisioni Eni Çobanit, po djali 30 vjeçar na merr prindrit peng. Edhe i këndshënon me fik. Ndërsa te Eni Çobani, djali 40 vjeç, rrauti jam 85 vjeçë. Okej. Ç'është kjo kështu, ku po shkoj? Ku po vemi, që është kjo rini, që ka mene të droga, të prostitucionit, të vjetë, të grapitjet. Unë i bëj thirrje të gjithë opinionit, më zemër, edhe juve personalisht. Emisioni juaj është shumë i ndjekur, mendoj unë, do të ketë audiencë. Pra, ju do të jeni televizion dhe jeni duket social. Pse e them këtë gjë? Duhet të këto probleme imediate i dashur Andi, se po shkojmë në gremi ne. Po shkojmë në rast se ne nuk ngrejmë problemin e rinis që qa po bën, ku e ka mendje të vrasjet. Ore të vret tjeri pse më shikon më Randi vlaj. Të vret tjeri pse më parakalove, pse më bëre makinën pis. Vritet 2 vëllezër njëri me tjetrin për një vi ujë, më jo i kanal, se i kanal është gjë e madhe, për një vi ujë, 2 vëllezër vritet njëri me tjetrin. Ku po shkojmë i dashur Randi? Ta ngrejmë zërin deri në kup të qellit. Shumë drejt. Prandaj i bëj thirrje i dashur Andi, të gjithë këtyre shkencëtarëve dhe filozofëve që marrin për ditë tek ty, të lutem, ngrijeni zërin deri në kup të qellit, të dashur, largini politikën. Politika është si ajo pika te semafori. Okej, mirë. I godite pak me spond.
personat që bëjmë pjesë e programit. Po jo tani, të respektojmë njëri tjetrin, mos i godit kështu në mënyrë të fshehur. Pa dyshim se kjo është një goditje zbutut, se kështu ata po e kuptojmë se kuptojmë në faj tyre, s'ka problem. Okej, tani për ta mbyllur me çmimin e naftës, lutem. Ja, një sekundë, se do ta mbyll. Po unë kot nuk të them nga na telefonon njërë në 2 javë, jo njërë 1 muaj, se po morë njërë në muaj. Tani, në qoftë se ti e ke të limituar dhe me muaj që marrë një në muaj, pasaj nuk e dhe shfaj jo. Jo, më jo, të dëgjoj, po, se na merë dhe të shtunën, që kemi pa ko, po. Unë flasë në muaj të tjerë, edhe njeri sot foli prapa i një person që berë shumë i bezisë. Për lere tani Andi, të lutem, më lere të flasë edhe 1 minutë, jo më tepër. Okej. Tani, duhet të ngrem zërin deri në kupë të qellit, se ndryshe, në qoftë se nuk e rajmë sot të problem dhe në vazhdimsi, mirë nese ku do shkojmë. Ndërsa, kam shumë për të diskutuar, po me që ma preve si me spat, po flas për naftën. Nuk diskutohet që është turp i qeverisë. Është turp i qeverisë. Në Itali çmimi ti e pe edhe vetë, edhe unë kam njerëz të tjerë, kam jetuar dhe pak andej në këtë. Gjondi çmimi pa kur rroga, aty është shumë e lartë krahasim me ne dhe çmimet e tjera. Ora ti shko Kosovë, shko Maqedoni, shko Malinezi, çfarë bën ky kryeminist? Aman mor ky na vodhi, ky dhe me pensionet tona tallet morandi. Ora është turp që të jetë çmimi një naftës se ne në këtë çmim. E disa ishte këtu në një vend ku e pash më tani këtu në qytet ku jetoj unë. Po. Ishte 235. Jo, po duhet shkoj bordi atje, ta kontrolloj. 235 e pash edhe u habita. Dhe u habita, Andi, qa po ben... Shiko, mos ka qenë ndonjë kështu ku dëgjon, ndonjë naftë greke, ndonjë gjë e tillë, se më shumë se 224 nuk do të jetë. Ose nuk ka ulur akcizën ai. I dashur Andi, në qoftë se ne nuk ngrem këto probleme kaq imediate, të rëndësishme. Shumë e drejtë. Për të hapin e vendit ton, do të përfundoj, ti do më kujtosh pas 20 apo 15-20 vjeç e i ri, dhe atëre do thosh sa të drejt pas ka pasur ai kriqi nga filan vend. Jo, më jo. Do ta thosh këtë. Jo pse do ta thosh, sepse ne po shkojmë në gremin. Ne pas 10-15 vjetës të siguroj të jemi plera në fund të detit. Është shumë e rrjedhshme. Unë bëj gabim që edhe flas shumë se do të demoralizoj shumë njerëz. Po sepse situata e tillë ta ngrem zërin deri në kupqell, i dashur Andi, jeni televizioni pam, që e shikoni shumë. Ngriheni këto punë sociale jashtë masë. Lërini mor qeverin, jo qeverin, po politikën. Politika është shërbësirë, mora. Zoti Agim, unë besoj ju e ndiqni programin se miq po ndrytoheni drejt për drejt. Dhe nuk ka temë që këtu nuk është diskutuar. Por ky program të format ka, mendimin e qytetarëve. Të lutem, Andi, e dia që do ma thoshe këtë gjë. Dhe tjetra, jo, edhe tjetra, shiko pak, edhe tjetra, jo vetëm... Dominon politika, Andi. Ja pra të them unë, edhe tjetra, sepse Report Televizion është live nga mëngjesi në darkë dhe ka dhe programe tjera. Ka dhe materiale lajme e tjere. Kështu që, jo vetëm mendimi juaj qytetarëve dhe temat që trajtojnë në këtë program, por çdo problematik sociale e tjere trajtohen edhe në gjitha programet edhe materialet e lajmeve. Unë për këtë ta jap me garanci, besoj edhe ju e dini. Kështu që, po, për ta mbyllur, të lutem. Të lutem, se sa i shikoshëm jeni ju, gjatë gjithë ditës nuk e di, ama e di që ky emisioni mëngjesit është ka shumë audiencë, prandaj duhet ngritur deri në kupë të qellit kjo. Nuk e di sa më kuptoj për parturi dhe. Të kuptoj, më të kuptoj shumë drejt. Të kuptoj shumë drejt. Deri me emisionet e tjera se ato kanë vlerën e tyre, nuk diskutohet. Dakor, të kuptoj shumë drejt. Të falenderoj tani. Edhe unë të falenderoj me gjithë shpirë dhe një fundjavë të bukur. Faleminderit, fundjavë të mbartë, përshëndes, kënaqësi.